Dita e 23 e leximit të Biblës dhe sot lexojmë Zanafilla 38, Psalmi 41, 42, 43 dhe Mateu 15 nga rreshti 1 deri 20. Atëherë Zanafilla 38. Por në atë kohë ndodhi që Juda la vëllezrit e tij dhe shkoi të ri me një burr nga Adullami që quhej Hirah. Kur Juda pa vajzën e një burri Kananean të quajtur Shua, e mori për grua dhe u bashkua me të. Dhe ajo u ngjis dhe lindi një birë që ajo e quajti Pastaj ajo u ngjis dhe lindi një birë që ai e quajti Onan. Ajo u ngjis përsëri dhe lindi një birë të cilit i vuri emrin Shelah. Juda ishte në Keqit kur ajo lindi. Pastaj Juda i dha Erit të paralindurit të tij një gruaj të quajtur Tamara. Por Eri i paralinduri i Judës ishte i keq në sytë e Zotit dhe Zoti e bëri të vdes. Atëherë Juda i tha Onanit: "Shko te gruaja e vllait tënd, martohu me të dhe krijo trashëgimitar për vllain tënd." Por Onani, duke ditur se këta pasardhës nuk kishin për të qenë të vetët, kur bashkoi me gruan e të vllait e hidhte farën e tij për tokë, për të mos i dhënë pasardhës vllait të tij. Kjo nuk i pëlqeu Zotit, që e bëri të vdes edhe ata. Atëherë Juda i tha Tamarës, nusës së birit të tij: Ri si e ve në shtëpinë e atit tënd derisa biri im Shelah të rritet, sepse mendonte kam frikë se edhe ai ka për të vdekur si vëllezërit e tij. Kështu Tamara u nis dhe e banoi në shtëpinë e atit. Mbas një kohe të gjatë vdiq gruaja e Judës, që ishte e bija e Shuas. Kur mbaroi zin, Juda u ngjit tek ata që qethnin delet e tij në Timnah, bashkë me mikun e tij Hirah, i quajtur Adullamiti. Këtë e mori vesh Tamara dhe pas asaj than: "Ja, vjerri yt po ngjitet në Timnah për të qethur delet e tij." Atëherë ajo hoqi rrobat e saj të vejëris, u mbulua me një vello dhe u mbështolle tëra, pastaj u ul te porta e Enaimitit, që ndodhet në rrugën drejt Timnahut. Në fakt ajo kishte parë që Shelahu ishte rritur më në fund, por ajo nuk i ishte dhënë për grua. Sa e pa Juda, mendoi që ajo ishte prostitut, sepse e kishte fytyrën të mbuluar. Pastaj ai ju afrua asaj në rrugë dhe i tha: "Lërm të hyj tek ti." Në të vërtetë, nuk e dinte se ajo ishte nusja e djalit të tij. Ajo ju përgjigj: "Çfarë do të më japësh për të hyrë tek unë?" Atëherë ai tha: "Do të dërgoj një kec nga kopeja ime." Ajo e pyeti: "A më jep një peng derisa të ma dërgosh?" Ai i tha: "Çfarë pengu duhet të jap?" Ajo u përgjigj: "Vulën tënde, kordonin tënd dhe bastumin që ke në dorë." Dhe ai tha: Dhe ai ja dha. Hyrit e ajo dhe ajo u ngjis me të. Pastaj ajo u ngrit dhe iku, hoqi velin dhe veshi përsëri rrobat e saj të vejëris. Por Juda i dërgoi kecin me anë të mikut të tij, Adullamitit, për të rimarrë pengun nga duart e asaj gruaje. Por ai nuk e gjeti atë. Atëherë pyeti njerëzit vendas duke thënë: "Ku është ajo prostitut që rrinte në Enaim në rrugë?" Ata u përgjigjën: "Nuk ka pasur asnjë prostitut këtu." Kështu ai u kthye te Juda dhe i tha: "Nuk e gjeta veç kësaj vendasit më thanë nuk ka pasur asnjë prostitut këtu." Atëherë Juda tha: "Le të mbaj atë pra pengun që i dhash, sepse nuk duam të mbulohemi me turp. Ja, unë i dërgova këtë kec dhe ti nuk e gjete." 3 muaj më vonë, erdhën dhe i thanë Judës: "Tamarja, nusja e birit tënd, është bërë prostitut dhe nga ky shkak ajo ka mbetur gjithashtu me barr." Atëherë Juda i tha: "Nxirreni jashtë dhe digjeni." Ndërsa po e nxirrnin jashtë, ajo i çoi fjalë të vjerrit, njeriu të cilit i përkasin këto sende, më la me barr. Pastaj tha: "Shiko nëse mund të dallosh të kujt janë këto sende, vula, kordoni dhe bastumi." Juda e njohu dhe tha: "Ajo është më e drejtë se unë nuk ja dhash Shehaun birin tim." Dhe ai nuk pati më marrëdhënie me të. Kur erdhi koha e lindjes, ajo kishte në bark 2 binjak. Ndërsa po linte, njëri prej tyre nxori jashtë një dorë dhe mamia e kapi dhe e lidhi një fije të kuqe flak, duke thënë: "Ky doli i pari." Por ai e tërhoqi dorën e tij dhe ja, që doli jashtë vllai i tij. Atëherë mamia tha: "Si e çave rrugën vetes?" Për këtë arsye e quajti Perec. Pastaj doli vllai i tij, që kishte rreth dorës fije ngjyrë të kuqe flak dhe e quajti Cerah. Tani Psalmi 40
1. Luma i që kujdeset për të varfrin. Zoti do ta çliroj ditën e fatkeqësisë. Zoti do ta ruaj atë dhe do ta mbajë të gjallë. Ai do të jetë i lumtur mbi tokë dhe ti nuk do ta lësh në duart e armiqve të tij. Zoti do ta ndihmojë në shtratin e sëmundjes gjatë sëmundjes së tij. O Zot, ti do ta transformosh plotësisht shtratin e tij. Unë kam thënë, o Zot, ki mëshirë për mua, më shëro shpirtin, sepse kam mëkatuar kundër teje. Armiqtë e mi ndjellin të keqen duke thënë kur do të vdes dhe kur do të zhduket emri i tij. Në rast se dikush prej tyre vjen të më shikojë gënjen, ndërsa zemra e tij mbledh paudhësi, pastaj del jashtë dhe e përhap rreth e rrotull. Të gjithë ata që më urrejnë përshpëritin bashkë kundër meje kur disin të keqen, duke thënë, një e keqe e tmerrshme e ka zënë dhe ai nuk do të ngrihet kurrë më nga vendi ku dërgjet. Madje edhe miku im i ngushtë, tek i cili kisha besim dhe që ante bukën time ka ngritur kundër meje thëmbrën e tij. Por ti, o Zot, ki mëshirë për mua dhe më të çon në këmbë që të mund t'ja u shpaguaj. Nga kjo i di që ti më pëlqen në rast se armiku im nuk triumfon mbi mua. Sa për mua, më ke përkrahur në ndershmërinë time, më ke vendosur në praninë tënde për gjithnjë. Qofti bekuar Zoti, Perëndia e Izraelit për jetë. Amen. Psalmi 42. Ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rrëken e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty, o Perëndi. Shpirti im ka një etje të madhe për Perëndin e gjallë. Kur do të vi dhe do të paraqitem para Perëndis? Lotët e mia janë bërë ushqimi im ditë e natë, ndërsa më thon vazhdimisht, ku është Perëndia yt? Duke kujtuar këto gjëra brenda vetes sime, i jap shfrim të lirë shpirtit tim, sepse kisha zakon të shkoja me turmën, duke e udhëhequr në shtëpinë e Perëndis, në mes të këngëve të gëzimit dhe të lëvdimit të një turme në fest. Pse ligështohesh, o shpirti im? Pse vajton brenda trupit tim? Shpreso tek Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma për çlirimin e pranisë së tij. O Perëndia im, shpirti më është ligështuar për brenda. Prandaj më kujtohesh ti nga vendi i Jordanit dhe nga majat e Hermonit, nga maja e Mitsarit. Njohon thërret njohon tjetër, në zhurmën e ujrave të tua, të gjitha dallgët e tua dhe valët e tua kanë kaluar përmbi mua. Ditën Zoti më jep mirësinë e tij, dhe natën i ngre atij një kantik, një lutje Perëndis të jetës time. Unë do t'i them Perëndis kështjellës sime, pse më harrove? Pse ende mi veshur me rroba zije për shkak të shtypjes nga ana e armikut? Kockat e mia po vuajnë për vdekje, për shkak të fyerjeve nga ana e armiqve të mi, që më thon vazhdimisht, ku është Perëndia yt? Pse ligështohesh shpirti im, pse rënkon brenda meje? Shpreso tek Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma. Ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Psalmi 43. Sigurom drejtësi, o Perëndi, dhe mbro çashtjen time nga njerëzit e këqij. Më çliro nga njeriu i rrem dhe i lig. Mbasi ti je Perëndia që më jep forcë, pse më ke kthyer? Pse shkoj i veshur me rroba zije për shkak të shtypjes nga ana e armikut? Dërgo dritën tënde dhe të vërtetën tënde. Këto le të më udhëheqin dhe të më çojnë në malin tënd të shenjtë dhe në vendin e banesës sate. Atëherë unë do të vi tek ti. Atëherë unë do të vi tek altari Perëndis, tek Perëndia që është gëzimi im dhe kënaqësia ime. Do të kremtoj me qeste, o Perëndi, Perëndia im. Pse ligështohet shpirti im? Pse rënkon brenda meje? Ki shpresë tek Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma, sepse ai është shpëtimi im. Ai është Perëndia im. Mateu 15, rreshti 1 deri në 20. Atëherë skribët dhe farisejtë e Jeruzalemit erdhën te Jezusi dhe i thanë, përse ti shepujt e tu shkelin traditën e pleqve, sepse nuk i kanë larë duart para se ta hanë. Por ai u përgjigj dhe u tha atyre, edhe ju, përse shkelni urdhërimin e Perëndis për shkak të traditës suaj? Perëndia në fakt
ka urdhëruar dhe ka thënë, ndero atin tënd dhe nënën tënde, dhe ai që e mallkon të atin ose temën të dënohet me vdekje. Kurse ju thoni kushdo që i thot atit dhe nënës, gjithçka që me të cilën mund të të mbaja i është ofruar Perëndis, ai nuk është më i detyruar të nderoj atin e vet dhe nënën e vet. Kushtu ju keni prapësuar urdhërimin e Perëndis për shkak të traditës suaj. Hipokrit, mirë profetizoi Isaia për ju kur tha, ky popull më afrohet me gojë dhe më nderon me buzët, por zemra e tyre rri larg meje. Dhe më kot më nderojnë duke i mësuar doktrina që janë urdhërime nga njerëzit. Pastaj i thirri turmën pranë tij dhe u tha atyre, dëgjoni dhe kuptoni. Njeriu nuk e ndot çfarë hyn në gojë, por ajo që del nga goja e tij e ndot njeriu. Atëherë dishepujt e tij u afruan dhe i thanë, a e di se farisejt, kur i dëgjuan këto fjalë, u skandalizuan? Por ai duke u përgjigjur u tha, çdo bim që ati im qiellor nuk e ka mbjell, do të shkulet me rrenjë. Hiqni dorë prej tyre, ata janë të verbër, prijes të verbrish, dhe në qoftë se një i verbër i prin një të verbri tjetër, të dy do të bien në grop. Atëherë Petri u përgjigj dhe i tha, na e shpjego këtë shëmbëltyr. Dhe Jezusi tha, as juve s'keni kuptuar akoma? A nuk e kuptoni se çdo gjë që hyn në gojë kalon në bark dhe jashtëqitet në gjiris? Por gjërat që dalin nga goja, dalin nga zemra dhe ato e ndotin njeriu. Sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Këto janë gjërat që i ndotin njeriu, kurse ta hash pa i lartuar nuk e ndot njeriu. Kjo ishte dita e 23. Zanafilla 28, Psalmi 41, 42, 43, Mateu 15, rreshti 1 deri në 20. Ju bekoj të keni një gojë dhe fjalë të bekuar.